Në shkollën speciale 3 dhjetori është inauguruar dhoma profesionale e cila do u vi në ndihmë fëmijëve me aftësi të ndryshme. Ishin nxënësit e një gjimnazi që gjatë zhvillimit të praktikës profesionale pan nevojat e kësaj shkolle dhe u bën bashkë në hartimin e projektit që e pagzuan Simfonia e Jetës. Po bëjmë inaugurimin e dhomës përgatitjes paraprofesionale. Vetë ky emërtim tregon që kjo dhomë ka një funksion të tillë që t'i parapërgatis nxënësit për me marrë një profesion në të ardhmen. Nëpërmjet kësaj dhome ne do të identifikojmë, po themi, talentet, aftësitë e tyre të veçanta që kanë dhe do të fokusohuna për me i zhvillu ata. Ne në kurrikulën tonë kena edhe një lanë të tillë që quhet aftësim paraprofesional dhe kjo dhomë tashmë ishte e domosdoshme për zhvillimin e kësaj lane. Unë mendoj që në këtë dhomë nxënësit do të zhvillojnë aftësi të tilla si gatimi, kuzhina, si servirim, si çtrojmë tryezën, si ta servirim një ushqim. Gjithashtu do të zhvillohen aftësi të tjera për sa i takon rrobaçepsisë, punës së dorës, por pse jo edhe talente në fushën e artit, pikturës, por edhe do të ndihmojnë nxënësit sidomos për rregullimin dhe koordinimin e aftësive të tyre fine. Është një projekt që zgjat 2 vjet, sepse viti i parë është ndërtimi i dhomës paraprofesionale, ndërsa vitin tjetër do të ndërtojmë edhe pjesën e kopshtarisë, që është një pjesë prap e përgatitjes paraprofesionale. Ne kemi shkolla që janë qendra komunitare që synojmë të afrojmë prindrit me shkollën, por kjo e tejkalon atë të qendrës komunitare dhe është një nisëm shumë e veçantë dhe unë shpresoj që të bëhet pastaj edhe vazhdimsi për raste dhe mbështetje të tjera. Në shkollën speciale 3 dhjetori, sado që të investojmë, qoftë në pjesën infrastrukturore, qoftë edhe në pjesën emocionale, gjithmonë do ketë nevojë për të investuar edhe më shumë. Kjo dhomë paraprofesionale në fakt është edhe një hapësirë shumë e mirë për të evidentuar edhe aftësitë që nxënësit mund të kenë ose prirjet e tyre pastaj që mund të kenë për në arsimin e mesëm. Si shenjë falënderimi, nxënësit e shkollës speciale përgatitën një aktivitet artistik. Hapësira e re do të jetë në shërbim të zhvillimit të aftësive praktike dhe profesionale të nxënësve me aftësi ndryshe.